Shanghai është qyteti më europian I Kinës, edhe unë jam në lagjen më europian e tij, në lagjen e quajtur French Connection. Hello. Është lagja e cila është ngritur nga francezët mbas pushtimit të Shanghait dhe ndarjes tim midis francezëve, kinezëve dhe amerikanëve. Francezët e ngritën këtë lagje në vitin 1849 dhe e mbajtën deri në vitin 1943, kur qeveria Vichy's hoqi dorë nga dominimi I Shanghait dhe kur Shanghai e mori në atë kohë perandoria japoneze. Kjo është një pjesë e lagjes franceze, e cila sot është një prej zonave më të vizituara të Shanghait, French Connection. E gjithë kjo zonë është ruajtur identik siç ka qenë, por nuk ka asnjë lloj ndryshimi që nga koha kur është ngritur. Në atë kohë në zonë nuk lejoheshin të hynin kinezët, është e çuditshme. Ishte madje ka disa zona që në mënyrë krejtësisht raciste thuaj ndalohet hyrja për qenë dhe për kinezët. Sot është pjesa më turistike e Shanghait, e vizituar kryesisht nga europian. Pjesa tjetër, kjo që nga galeri shumë e bukur. Pjesa tjetër janë kryesisht turistët e Azis, të cilët vizitojnë pjesën më moderne të qytetit. Jam duke ecur prapë në zonën franceze, pra të Shanghait. Tash është zona më e vizituar, është shumë e bukur sepse është një miksim mes dyqaneve tradicionale, dyqaneve moderne, dhe kjo i bën dhe njëkohësisht traditës vjetër kineze. Shumë prej rrugicave janë identik siç kanë qenë në kohën e ndërtimit. Është një prej zonave që duhet vizituar. Shanghai ka sot rreth, që sa e bukur është kjo zonë. Thash më shumë janë europian, ka sot rreth 31 milion banor në pjesën e tij metropolitane. Tani unë po hec brenda këtyre rrugicave të ngushta, që janë shumë bukura. Dhe është një prej qyteteve më të vizituara të Kinës, edhe fal kësaj pjese europiane të tij. Po shkoj një për të parë. Këto tregon se si lëvizin rrugët e brendshme të kësaj zone. Ndërtesat janë identike ato të francezëve ndërtuara në fund të shekullit. Coffee, what kind of coffee you have? Coffee. This coffee. Espresso. Thank you. Është ndërtuar nga francezët, nuk është prekur asgjë nga pjesa e vjetër. Ja, dhe kjo pjesë shumë e bukur. Së bashku me pjesën tjetër ku janë dhe labubut. Tash çdo gjë është siç ka qenë në kohën e ndërtimit nga francezët, me përshtim dyqaneve pra që kanë ndruar. Nuk është prekur arkitektura për të ruajtur identitetin e njërës prej zonave kryesore. Tradita e ushqimit në rrugë me street foodin shumë e bukur, shifeni. Ndërkohë që dyqanet më të famshme janë dyqanet e çajit. Kjo është pjesa tjetër. Dyqanet e çajit janë dyqanet më të famshme. Ktu nuk e di se ç'pas kanë. In caso hai istruzioni su come It's puoi fare te. Më dhanj. What kind of tea is this one? Blueberry. Blueberry. Oh, thank Yes. Okay, it's like a... Okay, perfect. you. Blueberry. Thank you. It's okay. Më dha prap. Blueberry. Peach. Ma di che ti serve tipo la boccata Është shumë e bukur, edhe dyqani brenda shumë i bukur. Shiheni sa interesant që është. Të drejtim. Dhe parfumet e Shanghait. Kjo është pjesë shumë e bukur e Shanghait. Po shkoj drejt një tea house. Shkoj drejt një tea house.
këtë pjesë tjetër do vazhdojmë tutje, ki që nga prap dyqan tipik kinez. Do vazhdojmë këtë drejtim për të parë. Jam në lagjen më shik jo më shik, po më karakteristike të Shangajit, shive ku shqen. T'jesh në Shangaj është detyrueshme të shohësh të paktën këtë lagje. Europianët treguan një lloj racizmi të paimagjinueshëm me Kinën e kohës. Ata nuk lejonin në zonën e Shangajit nuk lejonin asnjë prezencë kineze në lagjet e tyre. Britanikët ishin buz lumit, ndërsa francezët erdhën më në brendësi në këtë lagje që quhet French Connection. Do vazhdoj të eci për të parë se si duket lagja. Tash shifeni tani. Jam duke ecur prap në një zonë tjetër, në porcelanin e famshëm kinez. Çfarë mrekullie që ka. Ndërkohë, telat janë sipër mbi kokë, si në çdo vend tjetër. Edhe ky që ka një bar, duhet të ketë shkallë për të ngjitur sipër. Është edhe kultura e bareve të vendosur në këtë pjesë. E këtu shkon në një tjetër zonë. Këto janë ëmbëlsirat e tyre të famshme, para shumë si frutat tona të sheqerosura. Dhe këtej hyn në lagjen tjetër. Jam gjithmonë në të njëjtën lagje. French Connection, lagja franceze e Shangajit. Një nga zonat më turistike, shih sa i bukur është kafja. Këtej hecën tjetër, pas ka dhe hotel atje. Zifang Su Yi Hotel. Imagjino që të gjitha dhe dyert janë ndërtuar nga francezët. Në atë kohë, ja dhe hoteli. Hoteli duhet jetë këtu. Po eci për në pjesën tjetër. Kjo është një lagje sot shumë e vizitueshme, dhe përdo është një sipërfaqe shumë e madhe, gjithë e rrethuar, ku asgjë nuk ka ndryshuar që nga koha kur francezët dominonin qytetin. Atraksioni rrallë turistik sot që duhet vizituar patjetër. Ja dhe pjesa tjetër që vazhdon. Tu është dhe zona, shifini edhe pjesa e ujit, edhe frutat. Okay, thank you. Very good, thank you. Jam dhe shumë të sjellshëm. Gostisim ditandej. Ajo që më bën përshtypje është pastërtia, shive sa pastër është. Edhe këtu jam frujse ndalje të lagjes French Connection. Të gjitha rrugicat janë të tilla. Shifeni sa e bukur. Nëse vizitoni Shangajin, mos harroni kur këtë lagje. Lagja franceze.